Këto gjëra mos i bëni kur në një avion. Ju mund të mendoni se të jesh shoqërues në linja ajrore është puna më e mirë në botë. Mund të udhëtoni nëpër botë dhe takoni njerëz interesant. Por kohët e fundit, shoqëruesit e linjave ajrore kanë detajuar gjërat më të këqija që njerëzit nuk duhet të bëjnë kur në një fluturim. Këto përfshin gjëra që do t'ju bëjnë të pengoni një fluturim nëse i bëni ato, si dhe gjëra të bezdishme që shoqëruesit e linjës ajrore nuk mund t'i durojnë. Ne jemi bëje vetë dhe sot do të shqyrtojmë gjërat që nuk duhet të bëni kur në fluturimin tuaj të ardhshëm, por përpara se të nisemi, se të mos abonoheni dhe të shtypni zilën e njoftimit, që të mos e humbisni asnjë nga video tona. Tani, të gjithëve u pëlqen të tregojnë dhe dëgjojnë shaka, por ka një kohë dhe një vend për çdo gjë. Ju mund të mos e dini këtë, por bërja e disa llojeve të shakave në fakt mund t'ju bëjë të pengoni një fluturim. Për shembull, nëse bëni një linjë qesharake për bomba ose armë, ose ndonjë gjë tjetër që mund të jetë frikshme, atëherë stewardesat mund t'ju përzënë. Stewardesat kanë fuqinë të largojnë këdo nga një fluturim, nëse mendojnë se ka mundësi që të ketë rreziqe sigurie. Kjo vlen edhe për agentët doganor në aeroporte. Në vitin 2019, një britanik u dëbua nga një aeroplan për në Izrael, pasi bëri një shaka për një bombë. Gjithashtu, në vitin 2019, me sa duket, u arrestua një britanike e çuditshme pasi bëri një shaka me bombë në një fluturim nga Malaga në Londër. Tani, ju mund të mendoni, me siguri, shoqëruesit e linjës ajrore do të shohin nëse po bëj shaka apo nëse jam serioz. Por në stërvitjen e tyre, atyre u thuhet që të mos e marrin diçka të tillë si shaka. Pra, edhe nëse e dini që po bëni shaka, mund të jenë detyruar kontraktualisht t'ju largojnë nga fluturimi. Tjetra janë pasagerët prekës. Sipas stewardesave, problemi më i madh që ata kanë në bord është që njerëzit i prekin. Një stewardess tha: "Shumë njerëz na godasin të pasmet për të tërhequr vëmendjen tonë. Ata mendojnë se kjo është shumë e vrazhd dhe gjithashtu një lloj ngacmimi." Një tjetër stewardess i tha Business Insider se si ndodh kjo në çdo fluturim. Prandaj, siguroni që t'i mbani duart për vete kur jeni në aeroplan. Ju mund të mendoni, unë kur nuk e kam parë këtë të ndodhë më parë. Por pyesni çdo shoqërues të linjës ajrore, dhe ata do thonë se është një gjë shumë e zakonshme. Ata thonë se njerëzit duhet të thonë thjesht: "Më falni", nëse duan të tërheqin vëmendjen e një stewardese. Tjetra është thirrja e pasagerëve. A e dini se cila është në të vërtetë puna e një stewardeseje? Sipas përshkrimit të tyre të punës, në fakt është për t'i mbajtur të sigurt njerëzit në bord. Por disa njerëz nuk i shohin stewardesat kështu dhe në vend të kësaj i shohin si kamarier. Stewardesat nuk janë aty për të plotësuar çdo tek tuajën. Sigurisht, nëse ka një urgjencë ose keni nevojë për diçka, atëherë mund të përdorni butonin e thirrjes së stewardesës. Por sipas shumë stewardesave, pasagerët shpesh e përdorin më tepër se sa duhet këtë buton. Butoni është aty nëse ndjeni të sëmur ose të etur gjatë një fluturimi. Ndoshta dritat janë fikur dhe ngritja do të zgjonte të gjithë të tjerët në rreshtin tuaj. Por nëse doni thjesht shumë pije, kikirik dhe peshqir të nxehtë, atëherë mos e shtypni butonin. Është me të vërtetë vetëm për emergjenca dhe situata të saktuara. Por sipas stewardesave, në çdo fluturim ka një pasagjer që e përdor tepër këtë buton. Tjetra është pirja e tepërt. Në nëntor të vitit 2019, një grua e quajtur Chloe po pinte shumë në një aeroplan nga Turqia në Londër. Megjithatë, ajo ishte shumë e dehur dhe u përpoq të hapte daljen e urgjencës së avionit në ajër. Pilotët u turbuan dhe tajfunët të raf u përpoqën për të kapur avionin. Për fat të mirë, avioni uli sigurt, por Chloe ishte në telashe të mëdha. Ajo u arrestua dhe u ndalua për jetë nga linja ajrore. Jo vetëm kaq, ai gjithashtu duhet të paguante 85.000 pound si dëmshpërblim. Në fillim të këtij viti, një tjetër grua britanike ishte e dehur në një aeroplan kur u nis nga fluturimi i Spirit Airlines dhe nuk u lejua kur të kthej. Stewardesat thonë se ky është një problem i madh për ta në punë. Shumë njerëz mërziten gjatë fluturimeve, kështu që teprojnë me alkoolin, por kjo mund t'i bëjë disa njerëz të humbasin mendjen, të shkaktojnë dehidratim dhe ndonjëherë të shkaktojnë ulje emergjente nëse pasagerët sillen në mënyrë të çrregullt. Nuk është shumë bukur nëse personi që keni pranë ju hidhet sipër thjesht se ka pirë në aeroplan. Pra, nëse dëshironi të pini një gotë verë ose birë me darkën, është mirë, por ju lutem mos e teproni. Tjetra është injorimi nga pasagerët. Një tjetër përkëdhelje masive stewardesave, shumë herë,
Pasagerët janë shumë të sjellshëm dhe nuk do të kenë as kontakt me sy me stewardesat kur flasin me ta. Ndonjëherë ata gjithashtu do t'i injorojnë duke mbajtur kufje dhe duke mos dëgjuar asgjë që ata thonë. Ky është rasti për njoftimet emergjente dhe gjithashtu shërbimin e ushqimit dhe pijeve. Kjo ngadalëson gjithë procesin e shërbimit në aeroplan. Stewardesat thonë se nëse njerëzit nuk i kushtojnë vëmendje, ata mund të tremben, por më pas ata pasagerë shpesh zemërohen dhe u bërtasin stewardesave. Mos harroni, qëllimi kryesor i një stewardese nuk është të shërbejë ushqim dhe pije, por të mbajë të gjithë të sigurt në bord. Pra, është e rëndësishme që t'i dëgjojmë ata në çdo kohë, pasi nuk e dini nëse ata po thonë diçka shumë të rëndësishme. Tjetra janë pijet e nxehta. Kur jeni 30.000 metra mbi tokë, mund të tingëllojë bukur të pini një çaj ose kafe, por mendoni përsëri, në aeroplan nuk duhet të pini kur kafe ose çaj. Në vend të kësaj, nëse dëshironi një pije të nxehtë, zgjidhni çokoladën e nxehtë të bërë me qumësht. Kjo për shkak se, sipas stewardesave, uji në aeroplan është shumë i ndotur. Një stewardesë tha se nuk do ta pinte kur kafe në aeroplan. Ajo tha gjithashtu se uji që pinë pasagerët është i njëjtë me uji në banjë, ai përmban shumë baktere. Pra, nëse doni një pije të nxehtë, merrni çokoladë të nxehtë, duke parë se është bërë me qumësht dhe jo me ujë. Gjithashtu, nëse thjesht dëshironi pak ujë, siguroni që të blini ujë të gazuar ose ujë nga një shishe. Çdo gjë nga rubineti ka kaluar përmes një sistemi shumë të ndotur në aeroplan. Ky sistem i ruajtjes së ujit mezi pastrohet ndonjëherë dhe është shumë bruto. EasyJet madje konfirmoi për mail online se uji i ruajtur në një avion përdoret për të bërë pije të nxehta dhe për të shpëlar tualetin. Mëtej, ne kemi heqjen e këpucëve. Kur jeni në aeroplan dhe dëshironi të ndiheni rahat për të udhëtuar, mund dëshironi të hiqni këpucët. Por para se ta bëni këtë, mendoni përsëri, pasi nuk është shumë e këndshme për askënd tjetër në bord. Disa njerëz, pasi heqin këpucët, i lënë në një vend ose në korridorin e avionit. Kjo është shumë e vrazhë dhe e bezdishme, dhe stewardesat me të vërtet nuk mund ta durojnë atë. Ata gjithashtu thonë se njerëzit duhet të veshin këpucët e tyre përpara se të shkojnë në tualet në bord. Dhe së fundmi, nëse keni bromodoz, që është termi shkencor për këmbët me erë të keqe, atëherë mbani veshur këpucët. Askush nuk dëshiron të nuas këmbët tuaja për 8 orë në aeroplan. Pra, ja ku po e mbyllim. Këto janë disa gjëra që nuk duhet i bëni kurrë në fluturimin tuaj të ardhshëm, sipas stewardesave. Por tani është koha për dëgjuar mendimin tuaj. Votoni në seksionin e komenteve më poshtë. Cila nga këto gjëra është më e bezdishme për të bërë në një aeroplan? Nëse doni disa video më të mrekullueshme, atëherë idhni një sy kanalit ton. Si gjithmonë, faleminderit për shikimin. Dhe nëse nuk e keni bërë tashmë, çfarë prisni? Abonohuni në BE Vet, qëndroni të fortë. Bashkë dëgjohemi në videon tjetër.